Sa më ka ardhur një reagim nga temi nga kabineti i ministres brendshme, që po ndjekim besoj programin, lidhur me atë Ervin që ti the pak më herët, pra faktin që ky person pra që është sot në spital edhe po lufton për jetën, ka qenë pjesë e AMP-s. Nga verifikimet që është bërë nga ministria, agenti është marrë në punë në muajin shtator, pra bëhet fjalë që para 2 muaj. Para 2 muaj, kur drejtues ka qenë i komanduar, kur drejtuesi ka qenë i komanduar pas shkarkimit të ish drejtorit të AMP-s. Tani emrat i dini ju më mirë. Artiol Salia. Drejtori i komanduar është shkarkuar nga detyra para 2 javësh, thot burimi zyrtar i ministrisë, dhe të gjitha rekrutimet kanë hyrë në një proces verifikimi që prej marrës në detyrë nga oficeri i vjetër i policisë Eduard Merkaj. Pra kjo është ky është një temi burimi zyrtar i Ministrisë Brendshme, i cili thotë që të gjitha emrimet dhe rekrutimet kanë hyrë në një proces verifikimi që përmarrës detyrë nga drejtuesi i ri.